në kombit. Kosova sot shënoi 18 vjetoren e shtetësisë. U protestua për ish-krerët të UÇK-s, zoti Haradinaj. Po, si festohet edhe në Hag. Keni qenë edhe ju në burgun e Hagës, në paraburgim, dhe si festohet aty brenda. Ne e kem festu pavarësi në atje brenda kushte dhe mundësive që të ke pas. Ne për shembull ne gjithmonë kem bo drek ma solemne. Kem pëzi, kem përgadit, kem gjanat cilat e ka dallu një drek të zakonshme për shembull. Drekat festive, drekat e natët vitit ri, festën e 28 nëndorit, ne gjithmonë i kem festu këtu. Kështu që gjithmonë e kem bo sa edhe vetë personelit ju ka rënë sy që jemi të e bo dhe kemi festë. Edhe i kem paralajme nëse ka qenë nevoja për shembull për një kohë zgjatje më të madhe, e kem kërkuar nëse kohën e mundshme. Edhe besoni, kështu e kanë festuar edhe sot, ish-krerët e UÇK-s atje në Hag. Po, sigurt e kanë festuar sot, prandaj mendoj që edhe shiqohet se njerë ka bandodhur që mbar për ditë pavarësisë, prandaj me protestat e këto dhe gjykata prandaj e ka shtyr se do të shkryj sot gjykimi fjala përfunditar, kështu që ka shtyr për nesër. Dhe me siguri që edhe jam i sigurt që edhe kanë festuar brenda kapacitetet dhe mundësive që kanë atje. Pra, thoni që ky marsh protestues i ka pasur efektet e para. Ky marsh, shiqo, unë kam qenë brenda ku ka qenë marshi i parë i Liria ka në atër. Dhe po du vetëm sa për denitu, ajo jo vetëm që ka efekte ata. Pa ajo ka pas efekt edhe të vetë gardianët, të vetë holandezët aty që kanë punu. Një shkundje? A ditë sa ka pas, qaq efekt ka pas, që ku kanë pyet se për çka dhe pa folet, ata kanë thonë, e pse atër jeni ju këtu? Pse u kanë marrë ju këtu, ku populli u donë kështu? Për çka jeni këtu? Ka ndodhur edhe sot kështu? Garant. Jeni bindur? Garant që ka ndodhur ashtu. Garant që ka ndodhur ashtu. Unë jam konë edhe në protestat me motorë atje, kom pa popullin holandez si ka ndikuar. Shqyqoni, befasor çfarë ndikimi ka pas. Të gjithë madhe vogël, gra, pleq, sa kanë zbrit panesa, kanë dalë balkoni, kanë dorë trokit. Sepse edhe ata janë popull që din lirin dhe vlerësojnë lirin, prandaj kur shohin një popull tjetër që përbën për lirin e tyre, se ata llogaritin lirin, ata nuk llogaritin Hashimi se Hasan. Po lirin e tyre do mos që do të përkrojnë dhe do mos që do të mbështeti. Prandaj, pa tjetër që unë mendoj që sot ata ka qenë edhe një vullnet, një infuzion për të thënë ose për të përforcuar mendimin e Hashimit që ka thonë ne lirin e kem fituar ose unë e kam fituar, se ne e kem fituar dhe ata s'mund na merr kërkush. Edhe nesër, a besoni se do ta kenë një tjetër motiv ose një motiv më shumë, motiv shtesë në deklarimet edhe të tyre? Po, larg motiv më shumë. Të paktën mobilizimit dhe ndoshta më emocional do të jetë, garant do të jetë më emocional, por do të jetë më i thukt dhe unë mendoj që do të jetë veçëndrim tamam dinitoz, krenarie, secili prej tyre që ta thotë keni me pa që edhe ju këtu keni mundi krenar me ato që ka ata thojnë. Nuk kemi pasur normal mos pret kush me i levdu ata trupin gjykus atje, as me e fy, por do të flasin me dignitet për kombin, për vjetën, për sjelljen edhe për UÇK-n. Nuk kemi pasur rastin